Pasi që është një qershori, dita ndërkombëtare e fëmijëve, nga me gjashti që folëm gjëre gjatë me zonjën Fatmire për të drejtat e fëmijëve, kësaj radhe do të flasim për shëndetin oral të fëmijëve, ku fillon që në daljen e dhëmbit të parë. Edhe pse janë të përkohshëm, dhëmbët e qumshtit mund të themi që ka një rol të pazëvendësueshëm në zhvillimin e fëmijës dhe neglizhimin e tyre mund të sjellë pasoja afatgjate. Cilat janë problemet më të shpeshta kur duhet të bëhet të themi vizita e parë tek dentisti dhe si mund t'i mbrojmë dhëmbët e fëmijëve që në moshë të hershme. Dhe për të biseduar për gjitha këto, në studio kemi stomatologën Mehta Baleza Dikena. Mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit. Mirë se ju gjej, faleminderit për ftesën. Atëherë, shumë prindër mendojnë se dhëmbët e qumshtit janë të përkohshëm dhe për këtë arsye nuk kërkojnë të themi edhe shumë kujdes. I lëm të them ja na shkalojmë disi. Mund të na thuani sa të rëndësishëm janë në të vërtetë dhëmbët e qumshtit për zhvillimin normal të fëmijës dhe çfarë funksionesh kryejnë ata? Dhëmbët e qumshtit formojnë bazën mbi të cilën formohet i gjithë shëndeti oral i fëmijës. Në mendimin e dhëmbëve të qumshtit, fëmija ushqehet dhe kjo ndikon drejt për drejt në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës, i artikulon tingujt në mënyrë të qartë, përveç kësaj dhëmbët e qumshtit stimulojnë rritjen dhe zhvillimin e nofullave, sidomos segmentit vertikal, do me thënë kanë funksion stimulimi. Ato kanë rol estetik, ndikojnë në pamjen e fëmijës, por mbi të gjitha, dhëmbët e qumshtit kanë një rol shumë të rëndësishëm se kanë rolin e ruajtjes së hapësirës së dhëmbëve të përhershëm. Kjo është një mekanizëm i organizuar në mënyrë të përkryer, derisa dhëmbëve të qumshtit u shkrihen rrënjët, dhëmbët në thellësi të nofullave që janë të përhershme vazhdojnë të zhvillohen deri në fazën kur duhet të dalin. Prandaj nuk mund të themi se për vërtet dhëmbët e qumshtit bien, mirë po efekti i tyre është i përjetshëm. Sado pak luajnë një rol shumë të rëndësishëm të themi. Se është si një zinxhir, do të thënë nëse ngec dikundi, ndodh një diçka e pa dëshiruar, si zinxhir ajo transmetohet pastaj te dhëmbët e përhershëm në zhvillimin e fëmijës, në rritjen dhe zhvillimin e fëmijës. Edhe në qoftë se nuk i ka të shëndetshëm zakonisht dhëmbët e qumshtit, fëmija tenton që ta mbyllë gojën, mos e hape shumë, kjo ndikon edhe në të folur, se nuk i shqipton atëherë fjalët si duhet. Si duhet. Shpesh herë ne e dëgjojmë atë shprehjen që nuk ka lidhje dhëmbët e qumshtit, këto do bien, do dalin tjerat, por pse është të themi gabim ky mendim? Po, kjo është një fjali që ne shumë shpesh e dëgjojmë nga ana e prindërve, edhe ashtu është dhëmbi i qumshtit do të bjerë, pse të humbim kohë, mirë po njëkohësisht edhe është një mit shumë i rrezikshëm, për arsye se ne kur flasim për dhëmbët e qumshtit, nuk flasim thjesht për një dhëmb, flasim për ushqyerjen e fëmijës, për rritjen e zhvillimin, për të folurin, për estetikën dhe për vendin e dhëmbëve të përhershëm. Se në qoftë se do me thënë e humbim para kohë një dhëmb të qumshtit, pastaj kemi probleme ortodontike, që zgjidhen shumë në mënyrë të komplikuar, afatgjatë, të kushtueshme. Prandaj dhëmbët e qumshtit janë shumë të rëndësishëm dhe më vjen shumë mirë që këtë ditë e flasim këtë temë për dhëmbët e qumshtit. E qumshtit që unë e potencova dhe në fillim, pasi që është një qershori dhe pikërisht flasim pak edhe për shëndetin oral të fëmijëve. Kur fillon procesi daljes së dhëmbëve tek fëmijët dhe ka, të themi, deri në cilën moshë mund të themi që dhëmbi i qumshtit luan një rol të rëndësishëm tek fëmijët? Do me thënë procesi i daljes së dhëmbëve të qumshit është diku ka muaj e 6 i jetesës dhe kjo është një proces shumë i gjatë, vazhdon deri në do me thënë 2 vjetë e gjymës deri 3 vjetë përfundon dalja e dhëmbëve të qumshtit. 20 dhëmbë i kemi dhëmbë të qumshtit, në moshën 6 vjeçare në mënyrë graduale ato fillojnë të bien dhe kjo vazhdon deri në 12 vjeç. Do me thënë një molar
i qumshtit vazhdon të jetë prezent në gojë dhe duhet të funksionojë në mënyrë efikase deri në moshën 12 vjeçare. Prandaj kjo periudhë e gjatë nuk mund të anashkalohet dhe të trajtohet si një periudhë që nuk ka rëndësi. Shpeshherë ne shohim humbja e dhëmbëve në moshë të hershme, të themi tek fëmijët. Mund të themi në moshë në 6 muajsh të jetës mund t'ju dalin, po në të themi 4 vjeç, 5 vjeç, ata fëmijë lirshëm mund të themi që edhe mund të kenë të prishur ose t'i humbasin dhëmbët. Çfarë problemesh mund të shkaktojnë kjo në zhvillimin e nofullës dhe në daljen e dhëmbëve të përhershme? Do me thënë, nëse ne e humbim një dhëmbë, do me thënë, imagjinoni një raft me libra, ne e humbim një dhëmbë të qumshtit para kohë, dhe te ai rafti me librave, nëse e heqim një libër prej në mes, të gjithë librat do të anohen. E njëjta gjë ndodh edhe në gojën e fëmijës. Një shembull shumë i mirë. Nëse heqim një dhëmbë të qumshtit, dhëmbët që janë fqin kanë prirje të lëvizin ka hapësirat dhe ta zejnë hapësirën e dhëmbit të përhershëm. Kur vjen periudha të del dhëmbi i përhershëm, do të tentoj të dale, mirë po nuk mund të dele aty, do të dale tjetër kundi dhe kjo neve na kushton shumë si probleme ortodontike më tepër. Doktoresh, e shohim që kariesi tek fëmijët është shumë i pranishëm dhe pse dhëmbët e qumshtit të themi janë më të ndjeshëm ndaj kariesit dhe cilët janë faktorët që ndikojnë drejt për drejt? Dhëmbët e qumshtit janë më të ndjeshëm nga kariesi për arsye se shtresat mbrojtëse të shtresat e dhëmbit, zmalti dhe dentina janë shumë më të holla se dhëmbët e përhershëm. Kjo është gjysëm për gjysëm, do me thënë. Nervi është më voluminoz dhe më afër sipërfaqes së jashtme ose të themi vendit të prekur nga mikroorganizmat. Dhe kështu që duhet një rrugë shumë e shkurtë që të arrijë në pjesët e ndjeshme të dhëmbit, prandaj një pjesë opake, do me thënë ne që e vlerësojmë si nismë të kariesit, për një periudhë shumë më të shkurtë e dhëmbët e qumshtit paraqitet si një kavitet ose infeksion i nervit. Cilat janë dallimet? Do me thënë për shkak dallimeve morfologjike. Cilat janë dallimet kryesore anatomike dhe funksionale të themi ndërmjet dhëmbëve të qumshtit dhe atyre të përhershëm dhe pse është e rëndësishëm që prindërit t'i njohin këto dallimet? Kështu të le dëgjojnë gjithë prindërit. Do me thënë, dhëmbët e qumshtit, kur shikojmë një fëmijë duke buzëqesh, shikojmë sa dhëmbë të bardhë ka. Kjo është të gjithë fëmijët për arsye se dhëmbët e qumshtit janë më të bardhë se dhëmbët e përhershëm, janë më të vegjël, shtresat i kanë më të holla, thamë se nervi është më i madh, më shpejt përparon kariesi, duhet të kenë kujdes për kontrollat periodike të dentisti. Këto janë dallimet, edhe dhëmbët e përhershëm janë më të fortë se të qumshtit, por nuk do me thënë se ato janë të pathyeshëm, të njëjtin kujdes duhet ta tregojnë edhe te dhëmbët e përhershëm. Ndoshta edhe pak më tepër të themi. Duke qenë se kemi të bëjmë me dy lloje të ndryshme dhëmbësh, si ndryshon qasja e stomatologu në diagnostifikimin, trajtimin dhe parandalimin e problemeve dentare tek fëmijët? Do me thënë, ne kur kemi të bëjmë me një të rritur, fokusohemi më tepër te dhëmbi. Mirë po kur kemi të bëjmë me fëmijë, fokusohemi te fëmia, vlerësojmë emocionin e fëmijët, ankthin, se si e percepton ambientin. Do me thënë, në këtë rast, ne nuk e shikojmë procedurën si një procedurë shkencore vetëm. Do me thënë, gjithsesi e shikojmë si psikologji, sepse një traumë e shkaktuar në moshën 4-5 vjeçare nga ana mos të them e dentisit, por nëse nuk jemi afruar në mënyrë më të butë, me qëllim që t'ja largojmë ankthin, ajo frikë pastaj mund ta ndjekë tërë jetën pacientin edhe në moshat e mëdha. Ata frikë nuk e kanë vetëm fëmijët, e kemi edhe ne të mëdhejtë, domethënë e kemi atë frikën tek dentisti. Kur shkojmë, kur kemi dhimbje tek dentisti ndalon dhimbja, e harrojmë. Po, te fëmijët do me thënë ma shumë kemi kujdes për arsye se janë në fillim të rrugës. Nuk duam të shkaktojmë diçka që do të shkojë gjatë gjithë jetës. Edhe diçka e rëndësishme, shkencërisht te fëmija ti mund ta rregullosh në mënyrë të përkryer një dhëmbë. Mirë po nëse fëmija
del duke qarë. Ne në stomatologjin pediatrike këtë e vlerësojmë si trajtim të pasuksesshëm, pavarësisht se trajtimi është shkencërisht shumë i suksesshëm. Dhe me thënë duhet të kujdesemi që fëmia të fitoj besim tek dentisti dhe të ketë dëshirë të vijë përsëri. Do më thënë këtu luan një rol shumë të rëndësishëm përveç një stomatologe për fëmijë, një dentiste të themi për fëmijë, duan ta luani rolin edhe një psikologe për mos t'i shkaktuar të themi fëmijëve të krijojmë empati, të shoqërohemi, të gjejmë mënyrën sipas fëmijës, se çdo fëmijë është individual. Individual, me karaktere të ndryshme. Cili të themi është problemi më serioz që shfaqen tek dhëmbët e qumshit dhe cilët janë faktorët kryesor të themi që çojnë deri në shfaqjen e tij? Do të thënë, sikurse te dhëmbët e përhershëm edhe te dhëmbët e qumshit, problemi kryesor padyshim që është kariesi, është e rrezikshëm sepse shumë është e përhapur dhe më e keqja se te dhëmbët e qumshit nënvlerësohet. Do të thënë nuk merret parasysh. E cekëm edhe parës se ka një perceptim se edhe ashtu do të ndrohet, nuk ka nevojë të rregullohet. Kariesin e shkaktojnë karbonhidratet, do të thënë një dietë e pasur me karbonhidrate, higjiena e dobët orale, mungesa e kontrolleve të shpeshta. Gjithë këto janë faktorë që shkaktojnë kariesin. Mungesa e bashkëpunimit të prindrit me fëmijën lidhur kësaj, sepse bëjmë fjalë për fëmijët. Do të thënë, prindri duhet gjatë gjithkohën të jetë aktiv në këtë çështje. Të flasim pak një term që dëgjohet shpeshesh është kariesi i biberonit. Çfarë nënkupton ky problem dhe si zhvillohet dhe sa i rrezikshëm mund të jetë për shëndetin oral tek fëmijët? Do të thënë, kariesi i biberonit është një ndër rastet më dramatike ne që hasim në stomatologjin pediatrike. Zakonisht vjen një fëmijë 3 vjeçar, gjithë dhëmbët e përparme i ka kompletësisht të destruktume. Edhe prindi është i habitur, si mund t'i prishen aq shpejt gjithë dhëmbët. Edhe kur bisedojmë dhe e zbulojmë historinë për arsye se fëmia gjatë gjithë natës e ka mbajt biberonin me qumësht ose me lëng frutash. Do të thënë, edhe në gjumë biberonin e ka mbajt tërë natën në gojë. Ajo është arsyeja, do të thënë, e kariesit të biberonit që se konsiderohet të themi ky problem nga stomatologët? Çfarë dëmësh për fëmijët që pinë lëngje qumë gjatë natës? Po, do të thënë, për arsye se sheqeri, qoftë edhe qumësh, megjithëse qumshi është një lëng i dobishëm për organizmin, mirë po laktoza që gjendet në qumësht ose sheqerna tjera në lëngjet e ëmbla, direkt kanë kontakt me kariesin për një periudhë me sipërfaqen e dhëmbit, për një periudhë shumë të gjatë edhe pa pastrim. Prandaj fillon procesi karios dhe fitojmë një destruktim shumë të madh në kariesin e biberonit, pikërisht pse gjithë natën e mban. Dhe me thënë, bakteriet i metabolizojnë tërë natën ato sheqernat dhe e fillojnë atë procesin, prodhojnë acide dhe fillon procesi i dekalcifikimit gjëgjësisht kariesit. Kur duhet një fëmijë të shkon për herë të parë tek dentisti, jo vetëm atëherë kur na paraqiten probleme të kemi dhimbje të dhëmbit e kështu? Kjo pyetje zakonisht kur përgjigjemi pranohet si përgjigje shumë interesante, habiten, për arsye se ne themi që fëmia duhet të vi për vizitë të parë te dentisti para se të mbush 1 vjet. Dhe me thënë, dhe zakonisht ato reagen, po çfarë të bësh me beben sa i ka dalë dhëmbi? Pikërisht këtu qëndron thelbi, se ne nuk e kemi qëllimin të zgjedhim një problem, por të parandalojmë problemin. Në këto vizita zakonisht prindërit informohen për higjienën orale, se si duhet të jetë, për mirëmbajtjen, dhe me thënë që mos përballemi më vonë me problemet, edhe fëmia mësohet me ambientin. Do të thënë, kjo është arsyeja se para moshës 1 vjeçare patjetër që duhet ta sjellin në kontroll. Të dhe në të armë mos ketë trauma, mos ketë frikë nga stomatologu, si që kemi ashtu. Cila është mënyra e duhur e pastrimit të dhëmbave tek fëmijët? Si duhen të pastrohen? Do të thënë, higjiena orale te fëmijët fillon para se të dalin dhëmbët. Do të thënë, edhe kur janë mishrat prezent me një gazër të lagët, mundet të pastrohet, duhet në fakt të pastrohen mishrat. Pastaj kur është prezent dhëmbi i parë, merret
një brush e vogël e përshtatshme, zakonisht ka kështu me silikon në madhësi e gishtit, brusha të vogla, duhet të pastrohen me past sa një kokër orizi të jetë, shumë e vogël, pavarësisht se është një dhëmbë, dy dhëmbë, sa të del dhëmbi duhet të pastrohet. Higjiena është e rëndësishme. Deri moshën 3 vjeçare, sa një kokër orizi, prej 3 deri 6 vjeç rritet pastaj sasia e pastës, sa një kokër bezelje. Pastrimi bëhet njësoj 2 herë në ditë, minimum 2 minuta. Kjo është. Fluori konsiderohet një nga mjetët më efektive në parandalimin e kariesit. Çfarë roli luan ai në stomatologjinë pediatrike dhe si duhet të përdoret në mënyrë të sigurtë? Fluori është një element shumë i rëndësishëm që ne e përdorim në stomatologji për arsye se ajo inkorporohet në sipërfaqen e dhëmbit dhe riformon kristalet, e bën dhëmbin rezistent ndaj acidit dhe në qoftë se kemi të bëjmë me ndonjë demineralizim të hershëm, ajo e rikthen situatën, bën remineralizim. Gjithsesi fluori duhet të përdoret me vetdije në sasinë e duhur, se nëse kalohet sasia, paraqitet fluoroza, do me thënë një smundje e dhëmbëve. Prandaj ne duhet të këshillohen me stomatologët se varësisht prej moshës edhe fluori, sasia e fluorit, do me thënë prej 2 deri 5 vjet duhet 0,5 mg, prej 5 vjet e lartë duhet 1 mg në ditë, nuk duhet të i kalohet sasia. Fluori normalisht nuk bën magji, nuk shuron dhëmb të prishur, mirë po, e forcon, do me thënë, dhëmbin, strukturën e dhëmbit nga brenda. Mund të mendoni një mur që vazhdimisht është në ndikimin e shiut dhe erës, fluori shërben si një mbrojtje shtesë që e mbron dhëmbin, sikurse nëse murit i bëjmë një shtesë mbi për ta mbrojtur nga shiu dhe era. Ky shembull më kujtu për momentin. Cilat janë shenjat alarmante që të themi që prindërit kur t'i shohin ato shenjat tek fëmijët, mund të themi që janë problem dhe cilët janë të themi ato gabimet më të shpeshta që i bëjmë ne prindërit tek fëmijët. Zakonisht kur e shohim një fëmijë që ka probleme me dhëmbin, një shprishur dhëmbi, apo mund të ketë edhe probleme me mishin e dhëmbit. Do me thënë, problemi nëse ka fillu, qoftë edhe një kavitet i vogël, një vrim e vogël të dhëmbi, ajo nuk është fillimi i problemit. Problemi ka fillu shumë më herët, sepse shenjat e para janë, do me thënë, njollat e bardha, njollat e kaftat e dhëmbët, vështirësi në përtypje, fëmija disa herë fillon të haje vetëm nga njëra anë. Këto sinjale prindi duhet t'i lexojë vetë duhet t'i lexojë si shenja alarmante që duhet fëmijën ta çojë. Dhimbja është më shenja e fundit. Prandaj nuk duhet të presim që të paraqitet dhimbja. Prandaj janë të nevojshme kontrollet periodike. Kur jemi tek kariesi, shpesh herë e dim që dhëmbët preken nga kariesi. A duhet në atë kohë të themi të shërohet, të ketë, apo mund të lihet edhe pa një intervenim? Të themi nga ana e stomatologut. Absolutisht duhet të shërohet kariesi, se thamë se përparon shumë shpejt të dhëmbët e qumshit, prandaj me njëherë duhet të merren masat, të pastrohet, sepse një karies i lehtë shërohet shumë lehtë, do me thënë trajtohet shumë lehtë pa dhimbje. Në qoftë se ne e neglizhojmë këtë situatë, shumë shpejt ajo kalon në shtresat e më të thella dhe më të ndjeshme, të cilat shkaktojnë infekcion në organizëm të fëmija, e cila ndikon në oreksin e fëmijës, shkakton dhimbje, ndjeshmëri, dhe me thënë fillon të tregoje simptome. Shumë të them prindër habitën kur të dojnë që dhëmbi i qumshtit duhet të
të themi të shërohet, mirëmbahet, dhe a mund të kryet trajtimi i kanalit të rënjës të këta dhëmbët e qumshtit, kur paraqitet nevoja për një procedurë të tillë? Absolutisht duhet të trajtohet, për arsye se edhe dhëmbi i qumshtit ka nerv, edhe ajo infektohet dhe duhet të trajtohet, për arsye se alternativa e kësaj është ta heqish dhëmbin. Mirë po ne në pediatrin stomatologjike kemi mënyra të posaçme që e trajtojmë nervin e dhëmbit, faza sipas fazës së infeksionit, edhe trajtimi ndryshon. Prandaj edhe qasja te fëmijët ka shumë dallime, për arsye se neve na intereson atë dhëmb deri në fazën fiziologjike të eruptimit të dhëmbit të përhershëm, ta mbajmë në hapësirën e gojës. Bëjmë çmos për këtë. Për këtë, doktoresh, sa ndikojnë të themi zakone, si thithja e gishtit tek fëmijët, përdorimi i biberonit, apo zakone të ndryshme që i kemi të ndajshme tek fëmijët i kemi parë, ka flerje me gojë të hapur, e gjitha këto, sa ndikojnë të themi në zhvillimin e drejtë të dhëmbëve dhe nofullës? Në fillim, fëmijët kur janë të vegjël, kur e fusin gishtin në gojë, e thithin, neve na duket si një fotografi e lezetshme, mirë, po kjo nëse vazhdon një periudhë të gjatë, deri sa fëmija i ka bë 4-5 vjet, atëherë kjo fillon të bëhet zakon jo i pëlqyer, për arsye se gishti bën një farë presioni te nofulla edhe te dhëmbët dhe organizmi adaptohet me këtë presion, dhëmbët e sipër fillojnë të kenë hapësira në mes, të dalin jashtë, prishet kafshimi dhe kompleksisht ndryshon edhe pamja. Nëse shohim një njeri pak një moshë pak më të madhe se fëmijë i vogël, mund ta vërejmë lirshëm se e ka pas atë shprehje më herët. Aq shumë vërehet. Fëmijët janë shumë aktiv, mund të themi lirshëm, dhe rrëzimet tek fëmijët janë të zakonshme, ku shpeshherë mund të themi edhe kur rrezohen e thejnë në dhëmbin, të themi dhe gjitha këto ndikojnë. Sa të shpeshta janë traumat dentare tek fëmijët dhe cili duhet të jetë reagimi i parë i prindërve në raste të tilla? Ngjarjet traumatike të fëmijët, si thatë edhe ju, janë shumë të shpeshta, më shpeshta. Secili stomatolog në jetën e vet ka pas raste të tilla kur fëmia ka erdhur me dhëmbin në dorë ose është zëru, e ka thyer dhëmbin. Mirë, po diçka dallon te dhëmbët e qumshtit. Më shumë nuk preken shumë indet e forta. Më shumë preket ai ligamenti mbajtës i dhëmbit. Kështu që dhëmbi mund të duket normal, prindi duhet ta ketë parasysh dhe mund të ketë ndëmtim te ligamenti periodontal që e mban, që e lidh dhëmbin me kocin, dhe patjetër e ka urgjentisht të shkojë te stomatologu, edhe në qoftë se në dukje nuk ka një problem, problemi mund të jetë i fshehur brenda, zakonisht mund të rezultojë me devitalizim të dhëmbit, mbas një kohe ndryshon ngjyra, edhe pastaj i kisha vrarë, kujtohet. Po, prandaj ne zakonisht bëjmë edhe një radiografi për ta vërejtë se mund të jetë thyer edhe rënja. Patjetër i trajtojmë si raste urgjente dhe është shumë e rëndësishme pas momenti kur ka ndodhur trauma dhe sa kohë ka kalu derisa ka shku te dentisti, ajo krejt luan rol në trajtimin e mëpasshëm ose në suksesin e trajtimit. Ju gjatë bisedës e potencua që duhet të shkohet në kontrollet tek stomatologu. Mund të na thoni se çfarë përfitimi sjellin këto kontrollet tek stomatologu, që dhe sa shpesh duhet të vizitohet? Po, këto kontrollet periodike te stomatologu janë shumë të rëndësishme për arsye se problemet në fazat e hershme kur nuk japin asnjë shenjë, ato veç ne mundet t'i zbulojmë. Për shembull, një karies që është në pjesën interdentale të mes dy dhëmbëve, prej nalt duket veç si shkums e bardhë, nuk mund ta detektojë prindi. Ose një karies të hershëm që është në pjesën e dukshme, nëse e trajtojmë në kohën e duhur, kjo arrihet veç me kontrollat periodike. E monitorizojmë situatën, e ndjekim zhvillimin e nofullave, zhvillimin e dhëmbëve. Këto kontrollat edhe në aspektin e parandalimit janë shumë të rëndësishme, për arsye se gjejmë mundësinë të aplikojmë flor, gjejmë mundësinë të aplikojmë mbushje të fisurave, që janë një metodë shumë efektive për parandalimin e kariesit.
Dhe gjitha këto... Të i kanë patjetër ta bëjnë, s'ka ikje. S'ka ikje, dhe në fund cili do t'ishte mesazhi juaj për gjithë ata prindërit të cilët për t'i thënë se sa luajnë dhëmbi i qumshti është luan një rol të rëndësishëm tek fëmijët. Prej gjithë kësaj bisede, një gjë që nuk duhet të harojnë prindërit lidhur me dhëmbët e qumshtit, dua të them se higjiena orale dhe shëndeti oral i fëmijës fillon jo te dentisti, fillon në shtëpi, me pastrimin e mishrave, me pastrimin e dhëmbit të parë, me blerjen e brushës së parë, jo me vizitën me dhimbje te dentisti, me dhimbjen e parë. Vizita e parë me dhimbje te fëmija lidhet si frikë, kurse ne mundohemi të fitojmë besim. Prandaj preferojmë domethënë para se të ndodh problemi të vinë te dentisti. Dhe gjitha ki do t'ishte mesazhi kryesor. Po, edhe mbi të gjitha nuk duhet të harojnë se dhëmbët e qumshit janë ruajtësit, rojtarët e hapësirës të dhëmbëve të përhershëm. Ajo është efekti i tyre më i rëndësishëm në hapësirën e gojës, sepse nëse një dhëmb i qumshit prishet, nuk prishet veç dhëmbi, komplet total është prish e folura, estetika, funkcioni, nëse hiqet problemet ortodontike, gjitha këto. Prandaj dhëmbët e qumshtit fatkeqësisht në shoqërinë tonë shumë pak vlerësohen, mirë po rolin e kanë shumë të rëndësishëm. Të faleminderit shumë për gjitha këto informacionet që i dhat, pikërisht për çfarë roli luajnë dhëmbët e qumshtit, edhe pse ne shpesh herë i anashkalojmë këto problematikat. Të faleminderit edhe një herë. Faleminderit gjithashtu, ishte kënaqësi.